Shikues të nderuar, ju përshëndes dhe mirë se vini në fleshin informativ në News 24. Nga foltorja e demokratëve në Kurbin, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se Shqipëria ndodhet në një nga momentet më kritike për vendin, por edhe në një nga provat më të fuqishme të Partisë Demokratike në tërë ekzistencën e saj. Berisha tha se me taksat e shqiptarëve, zëvendos kryeministre Belinda Balluku ka bler 300 apartamente dhe 2 jahte, ndërsa Ergjys Agasi, njeriu më i afërt i familjes së kryeministrit, i cili doli në dosjen e Akshit se ka vepruar si grup i strukturuar kriminal për të përfituar tenderat e këtij institucioni, në vinotek ka shishe me vlerë 4 milion euro. Opozita thot se s'pak paraqiti prova të reja ndaj zëvendos kryeministres Belinda Balluku në Këshillin e Mandateve. Kreu i deputetëve demokrat Gazmend Bardhi tha se bëhet fjalë për 10 prova dhe procedura tenderash që sipas tij dëshmojnë korrupsionin me vlerë deri në 1 miliard euro. Shqipëria ka nevojë për rezistencë sot më shumë se kur, kështu deklaroi deputeti demokrat Klevis Balliu në një takim me banorët e Unazës së Re dhe të Astirit në Tiranë, të cilët i ftoi të protestojnë përpara kryeministrisë më 22 dhjetor për dinjitetin, lirinë dhe të ardhmen. Kryetari i Lëvizjes Shqipëria Bëhet Adriatik Lapaj ka treguar se është proceduar penalisht nga policia pas protestës organizuar ditën e sotme përpara kryeministrisë. Përmes një videoje të shpërndar në rrjetet sociale, Lapaj shfaqet nga Komisariati i Policisë, ku tha se këtë procedim penal e ka marrë si medalje. Ai tha se ishte proceduar penalisht për prishje të rendit dhe sigurisë publike, teksa premtoi se Lëvizja Shqipëria Bëhet nuk do t'i ndalte protestat. Më herët, aktivistët e Lëvizjes Shqipëria Bëhet zhvilluan një protest përpara kryeministrisë. Ata u përplasën me forcat e policisë që tentuan të largonin gjeneratorin e vendosur përballë selisë së qeverisë. Kujtojmë se Lapaj dhe Lëvizja që ai drejton përmes protestave kanë kërkuar dorëheqjen e qeverisë së kryeministrit Edi Rama, të cilën e akuzojnë si të përfshirë në korrupsion. Babe Biru arrestuan nga policia e Vlorës si të dyshuar si autor të vendosjes së tritolit në banesën e nënës Gentian Zotos, i dënuar nga gjykata e apelit me 35 vite burgim për atentatin ndaj Inez Hajrullës në Vlorë. Me afrimin e festave të fundvitit, çmimet e produkteve bazë të shportës kanë pësuar një rritje me 20%. Qytetarët në Korçë thonë se më së shumti rritje ka pasur në çmimet e frutaperimeve dhe produktet e bulmetit, duke ndikuar drejt për drejt në rënien e fuqisë blerëse. Fermerët e Divjakës po përballen me një sër vështirësish, duke nisur që nga mungesa e tregut për shitje deri te çmimi i ulët që ofrojnë pikat e grumbullimit. 1 kilogram patate shitet nga fermerët me 25 lek kilogrami, duke mos mbuluar as kostot e kultivimit. Fermerët kërkojnë mbështetje nga Ministria e Bujqësisë pasi pjesa më e madhe e prodhimeve importohet nga vende fshinje, duke shkaktuar ngërç tek ta. 10 hektar tokë në Boçov të Levanit, që shfrytëzohen prej gati 30 vitesh nga banorët e zonës, janë zaptuar nga kompania Brevi Construction për të instaluar panele fotovoltaike. Qytetarët tonë se truallin e kanë përfituar me anë të ligjit 7501, ndërsa procesi për pajisjen me certifikata pronësie është zvarritur prej vitesh. Ata i bëjnë thirrje institucioneve të drejtësisë të reagojnë ndaj kësaj padrejtësie që po ju bëhet. Besimtarë dhe përfaqësues të Kishës Katolike protestuan në Kishën e Shnandout në Laç, ku shprehën kundërshtinë e tyre lidhur me zbatimin e një projekti që ndryshon pamjen e Kishës. Sipas protestuesve, projekti aktual cënon rënd identitetin dhe shenjtërinë e vendit, i cili prej vitesh konsiderohet nga besimtarët si hapësirë ku ka ndodhur mrekulli të shumta. Ky ishte edhe fleshi informativ në News 24, pas pak do t'jeni me kolegen Megi Latifi.